kërthiza, gjëja më e mrekullueshme që ka gjendja njerëzore. Dhe ne nga aty pritemi dhe nga aty ushqehemi dhe nga aty kurojmë dhe patologji të ndryshme. Kështu që përse të mos bëjmë me vajin e ullirit një masazh, përse të mos marrim një vaj me një lugë me vaj ulliri, marrim atë mjaltin ton dhe për 21 ditë e shikojmë zorën ton. Si të luajmë kërthizën dhe si të bëjmë masazh të gjithë barkun është e njëjta gjë. Por me vaj kastori, me vaj kastori, me vajin e arës, me vajin e farës së zezë, me vajin e ullirit, me vajin e sinapit, vaj mustardës që është një antiinflamator shumë i fuqishëm. Por ushqimi ngelet baza. Se nuk mund të jemi gjatë gjithë kohës në ushqime të thata, bëm dhe 10 minuta masazh të barkut dhe presim të shërohemi. Absolutisht jo. Tjetra është që çdo provë në trupin ton bëhet për 21 ditë. Kuptojmë fare mirë që të gjithë këto biseda që ne bëjmë, të gjithë ky sensibilizim, të gjithë ky informacion që japim, është i sakt apo është më sakt ajo çka reklamohet në rrjetet sociale dhe në media.